A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun e plot fuqishëm, paqja qoftë mbi dërguarin e tij të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam. Allahu i madhrueshëm thot në Kur'anin e tij, Bismillah. Tasin mim. Tilka ayatul kitabil mubin, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Tasin mim. Këto janë ajete të librit Kur'anit të qartë. A mos do ta vrasësh ti veten Muhammed pse ata nuk bëhen besimtar. Pra, e jotja o Resulullah, o i dërguar i Zotit, është ua komunikosh atyre me komunikim të urtë, me komunikim të butë. Ti je sa më i komunikueshëm me butësi, me masën dhe me njerëzit përreth. Me dashuri dhe me mirësi tu shpjegosh njerëzve vlerën e besimit, vlerën e familjes, vlerën e dheut, vlerën e dijes, vlerën e lapsit, vlerën e librit. Pra ti duhet t'i pasqyrosh të vlera dhe t'i ndash dhe me të tjerët, sepse ti ke ardhur si Muhammed i mëshirës, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ti pra si Muhammed ke ardhur si Muhammed i mëshirës. Dhe pikërisht pra këto ajete kuranore na tregojnë se ky Kur'an është kitabun mubin. Kitabin mubin, pra وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِرًّا وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Pra ky Kur'an është mubin, është i qartë, është i domethënë kur ky Kur'an lexohet janë gjërat e qarta. Allahu i ka sjellë këto ajete për njerëzit, që njerëzit t'i kuptojnë dhe t'i praktikojnë në jetën e tyre të përditshme. Dhe po i thot dhe Muhamedit alayhis salam që ti mos u mërzit, mos u pikëllo, nëse disa nuk e pranojnë këtë fjalë të madhit Allah. Pra jotja është të komunikosh atyre, të tregosh atyre se besimi në Zotin është shpëtim për këtë botë dhe botën tjetër. Besimi në Zotin, njohja e Zotit, njohja e Allahut, njohja e Krijuesit është njohje edhe vetes tënde. Pra sepse ti kur e njeh Krijuesin do ta njohësh edhe krijesën, që je vetë krijesë. Prandaj ky është krijesë të cilën Allah ka krijuar, khalaqal insan, pra Allah thot unë e kam kriju njeriu. Allamahul bayan, ja kam mësuar me bë anën me ditë dallimin e gjërave. Kjo krijesë duhet nga ajo çka den me e shpërndar të këtë tjerët, mos me majt vesh për veti. Pra dijen që ta ka dhënë Zoti duhet me ndalë me të tjerë. Nëse ti e din një ajet kuranor duhet më mësu të tjerëve. Nëse ti e din një ngjarje nga jeta e Resulullah sallallahu alaihi wasallam që është dobiprurse dhe padyshim që është dobiprurse, duhet t'ja u tregosh dhe ta ndash dhe me të tjerët. Pra duhet kumtosh edhe të tjerëve. Pejgamberi alayhis salam tha, transmetoni pej meje qoftë dhe një ajet kuranor. Pra sepse mund të bëhen një shkak sebeb që dikush të udhëzohet ka e mira. Ka shumë njerëz që na kanë treguar në të kaluarën, po flas para 10-15 vitesh në ligjërata në YouTube dhe në Facebook, në rrjetet sociale që kemi pas marrë, shumë ligjërata të ndryshme rreth edukimit. Pa ta pas rastin me taku një djalë të ri, Allahu shpërbleft, një djalësh i ri i cili më tregoi se ligjëratat tona kishin pas ndikuar që ai mu largu nga zinaja, mu largu nga gjërat e liga, nga immoraliteti. Dhe qante dhe me tha, o hoxhi nderuar, është bërë shkak një ligjërate juaja para 10 vitesh që unë të heq dorë nga ky haram, dhe të sot jem familjar dhe të kem fëmijë dhe të kem një familje të bekume. Pastaj kemi pas rast që dikush ka heq dorë nga alkooli, dikush ka heq dorë nga veset e shëmtume, dikush nuk e ka ditë çka është respekti nënës dhe babës, dhe ka ardhur dhe ka thënë hoxh Allahu të shpërbleft, por unë isha qenë fjetur, nuk kisha ditë çka është respekti ndaj nënës dhe babës, dhe këshillat që ju mi keni dhënë nga Kurani dhe Suneti kanë ndikuar në jetën time që unë t'i nderoj prindërit e mi më shumë. Pra ti duhet të bësh pra shkaku, sebepi, dhe pa dyshim që në dorën e Allahut është udhëzimi. Andaj bëhu sebep, bëhu shkak. Sepse nëse ti, ai tjetri, një thirrës islam, një ligjërues, një edukues i mirë, një mësues i mirë, nëse ata vazhdimisht pra i thrasin njerëzit në edukim, atëherë ne formojmë shtresa shoqërore të edukume dhe pastaj
shoqëria jonë ecë ka mirëqenia dhe largohet pra, kur ne flasim për edukim, për bamirësi, për punë të mira, atëherë shoqëria jonë edukohet dhe ata largohen nga veset e shëmtuara, largohen nga shkeljet devijante, pra, që mësohen edhe në sociologji, domethënë shkeljet devijante, që domethënë janë gjëra penale. Pra, ne vazhdimisht ju tregojmë se duhet me dash nanën, me dash babën, me respektu bashkëshortin, me respektu bashkëshorten, mos me ngrit zërin, mos me bërtit, mos me përplas dyrt. Nuk të ka fajt dera që e përplas atë, duhet ta mbyllësh derën me kujdes sepse ajo prishet pastaj, ose ka raste që kur shkon nëpër shkolla i shet gjithë ato karrike të thyme të shkatrume nga nxënësit e shkollave, e si ka mundësi të ndodhë kjo kur dihet se ata nxënës duhet të kenë edukatën, padyshim edukatën edhe të prindve, po edhe të mësuesve që i mësojnë nëpër shkolla do të më mësu me pas edukat, mos me ngrit zërin lart, mos me prish karrikat, mos me prish tavolinat, mos me shkallavit, mos me prish dyrt, mos me përplas dyrt. Kjo është edukat. E kështu ishte Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ka marrë dhe tha që të përsosi virtytin, karakterin, dhe ti o Muhammed je në gradë të lartë të virtytit, karakterit, moralit. Andaj ti o pejgamber mos u mërzit, mos u shqetëso, e jo t'ja është të komunikosh. Dhe pejgamberi alayhi salam tha, ajo që ka arrijet me butësi, nuk mund të arrijet asnjëherë me forcë. Sikur ti të ishe jashpër ndaj tyre, ja Muhammed, ata do të ishin larguar nga ti. Prandaj, e jo t'ja është të sillesh mirë me ta, ti ishi butë, ti ishi afërt, dhe ne duhet jemi të butë, të afërt me njerëzit, të komunikueshëm dhe të mbjellim dashuri mes njerëzve dhe të formojmë komunitete, shoqëri të edukuara dhe respektuara, që qëndrojnë pranë librave, inovacioneve, zbulimeve për të mirën e njeriut, që e bëjnë jetën më të qetë, më të drejtë dhe më të mirë. E lut Allahun që këto ajete na kenë fresku shpirtat tanë dhe shpirtat e juaj. Selam aleikum.